Kooperacia dhe dashuria ndaj pasurisë. Kupto se kooperacia, makutëria, është gjë e përbuzur dhe poshtruese. Allahu i Madhërisëm në Kuranin Fisnik thot: andaj, sa të keni mundësi, ruajuni prej dënimit të Allahut, dëgjoni, respektoni dhe jepni për të mirën tuaj. E kush i ruhet lakmisë vetë vetes, të tillët janë të shpëtuarit. Surja Tegabun 16. Ata, të cilët bëjnë kooperaci me atë që nga të mirat e veta u dha Allahu, të mos mendojnë kurse si se ajo është në dobit e tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bën kooperaci, në ditën e Kiametit, do të mbështidhet në qafën e tyre. Allahu t'i mbesin trashëgim qiejt dhe toka. Allahu është i njohur mirë me atë që veproni. Surja Ali Imran 180. Ata që vetë janë kooperac dhe urdhërojnë njerëzit për kooperaci dhe fshehin atë që ju ka dhënë Allahu nga mirësitë e veta. Ne kemi përgatitur dënim të turpshëm për jo besimtarët. Pejgamberi alayhis salam thot: ruhuni nga kooperacia, se ajo i ka shkatëruar ata që kanë qenë para jush. Gjithashtu ka thënë: bujaria është pemë e cila rritet në xhenet, dhe në xhenet nuk do të hyjnë përveç bujarëve, ndërsa kooperacia është pemë e cila rritet në xhehenem, dhe në xhehenem nuk do të hyjnë përveç kooperacëve. Nëbi Muhamedi alayhis salam thot: 3 gjëra janë shkatëruese: grabitja të cilës i bindesh, lakmive të cilat pasohen, dhe hutesa e njeriut me vetveten. Gjithashtu thot: më e keqja që është e njeriu është lakmia dhe dobësia. Gjithashtu thot: Allahu e urren kooperacin gjatë jetës së tij, ndërsa bujarin e don kur të vdes. Në një tjetër hadith, profeti alayhis salam thot: mëkatari bujar është më i dashur te Allahu se adhuruesi kooperac. Dhe thot: 2 gjëra nuk gjenden së bashku te besimtari: kooperacia dhe karakteri i keq. Dije se rrënja e kooperacisë është dashuria ndaj pasurisë. Ai që nuk ka pasuri nuk është kooperac, por ndjen dashurinë ndaj pasurisë. Dikush mund ta ketë këtë pasuri dhe ndan, që të tjerë të thonë për të se është bujar, dhe kjo nuk është të lavdëruar, sepse dashuria ndaj pasurisë të largon nga përmendja e Allahut duke orientuar zemrën tënde ka dynjaja, duke lidhur me të aq sa i vjen rënd të vdes dhe të takohet me Allahun. Allahu i Madhërisëm në Kuranin Fisnik thot: o ju që besuat, as pasuria juaj as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit Allahut. E kush bën ashtu, të tillët janë mu ata të humburit. Surja Munafikun 9. Juve u preokupoj përpjekja për shumimin e pasurisë, të fëmijëve, të pozitës. S'ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov, ndërsa ajo që është tek Allahu është shpërblim i madh. Surja Tegabun 15. Ndërsa pejgamberi alayhis salam thot: mos merrni patundshmërinë, pronësi toksore, që ta dashuroni dynjan, këtë botë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte pyetur: kush janë më të këqinjtë te umetit tënd? U përgjigj: të pasurit. Pejgamberi alayhis salam thot: kush merr nga dynjaja më tepër se sa i nevojitet, i ka bërë dëm vetes pa e diktuar fare. Një njeri kishte thënë: o i dërguari i Allahut, nuk e dua vdekjen. Pejgamberi alayhis salam e pyeti: a ke pasuri? Njeriu përgjigj: kam. Pejgamberi alayhis salam atëherë i tha: ndaje pasurinë tënde, sepse zemra e njeriut është e lidhur me pasuri. Prandaj nëse ndan pasurinë, atëherë dëshiron që të kalosh me të, ndërsa nuk e ndan, ke dëshirë të jesh me të. Dynjaja është are e ahiretit. Dije se pasuria nuk është gjithmonë e përbuzur. Pejgamberi alayhis salam thot: sa e mirë, pasuria e mirë në duart e njeriu të mirë. Dhe thot: dynjaja është are e ahiretit. Siç dihet, njeriu në këtë botë është udhëtar, ndërsa dynjaja një vend pushimi. Në këtë rrugtim, trupi është mjet transporti. Trupi nuk mund të ekzistojë pa ushqim dhe veshmbathje. E këto nuk mund të sigurohen pa para. Por ai i cili e ka kuptuar dobinë e pasurisë dhe është i vetëdijshëm se ai është mjet, e furnizon transportin për rrugë, por jo më tepër se sa ka nevojë. Nëse kufizohet në këtë, ai është i lumtur, sikurse pejgamberi alayhis salam i ka thënë Aishës radhiyallahu anha: nëse dëshiron të jesh me mua, nga dynjaja mjaftohu me atë që i nevojitet udhëtarit, dhe mos e ndërro petkun derisa ta arnosh. Dhe thot: o Zoti im, bëhe familjen e Muhamedit që të jetë e kënaqur me atë që ka,
se nëse merr më tepër se sa ka nevojë, do të shkatërrohet. Kështu është edhe me udhëtarin. Nëse merr plaçka më shumë se sa ka nevojë për rrugë, do të vdes nga pesha e rëndë dhe nuk do të arrijë cakun. Të marrurit më tepër tej mase është shkatruese për 3 shkaqe. 1. Thërret në mëkat. Sprova në mirëqenie në dynja është më e rëndë se varfëria, ndërsa durimi në mirëqenie, kur ke çdo gjë, është edhe më i rëndë. Mirëqenia fton në kënaqësi epshore, që është shkalla më e ulët dhe plotësimi i dëshirave të epshit. Egos impulsive, nefsit, dërgonte hipokrizia, gënjeshtra, armiqësia, dyfytyrësia dhe urrëtia. Për këtë pejgamberi alayhis salam ka thënë: dashuria për dynjan, pasurinë, është themeli i çdo fatkeqësie. 3. Të largon nga përmendja e Allahut të Madhërueshëm, i cili është burimi i lumturisë së ahiretit, sepse zemra preokupohet me ngatërresa me tregtarët, punëtorët, bujqit, borxhlind. Mendimi si të mbrohet nga ata, nga hajnat, si dhe mendimi i cili preokupon për të arritur pasurinë, si dhe ta ruajë atë. Të gjitha këto errësojnë zemrën, ndotin pastërtinë e saj dhe largojnë nga përmendja e Allahut. Për këtë Allahu i Madhërisëm tha: juve u preokupoj për pjekja për shumimin e pasurisë, të fëmijëve, të pozitës, derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, të do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim, më vonë do ta kuptoni. Jo, pse? Sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas. Surjet e Kathur 1:8. Në një tjetër ajet Allahu i Madhërisëm thotë: mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasurinë dhe atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Surja Humeze 1:3. Me siguri do të pyesësh: sa është e mjaftueshme? Sa është kufiri limiti lejuar të marrësh nga dynjaja? Sepse nëse pyet një të pasur për këtë, gati nuk ka asnjë prej tyre që thotë se atë që posedon është nën kufirin e lejuar. Por kupto se është e mjaftueshme të kesh për të ngrënë dhe peshmbathje. Nëse fiton, edhe për atë ditë mjaftojnë, kohën tjetër përkushtoj e ibadetit. Por nëse kërkon më tepër, atëherë nga ata që anojnë ka dynjaja. Por nëse nuk fiton nga se je preokupuar me dituri dhe ibadet dhe ke një burim financiar, nuk je nga ata që e duan dynjan, sidomos në këtë kohë kur zemrat kanë ndryshuar dhe në ato është futur lakmia, grabitja, urrëtia, xhelozia dhe njerëzit kanë kthyer kokën nga ata që kanë nevojë për ndihmë. Nëse e ke paramenduar fitimin për të ndihmuar fen, atëherë je vetëm udhëtar me furnizim e jo udhëtar i ngarkuar. Disa nuk mund të mjaftojnë me sasinë që e kanë cekur. Le të mundohen duke dyfishuar, por mos të jetë ajo pengesë në ibadet dhe dhikr ndaj Allahut. Në Kuranin Fisnik Allahu i Madhërisëm thotë: kush u përmbahet dispozitave të Allahut, ai hap rrugë dhe e furnizon atë prej nga nuk e kujton fare. Kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton atij. Surja Talak 2:3. Shkalla e bujarisë nuk arrihet, përveç se me dhënien më tepër se sa obligon feja. Ilaçi i kooperacisë është me hlemi i bërë nga dituria dhe praktika. Sa i përket diturisë, duhet të kesh një huri çfarë shkatërrimi shkakton kooperacia në ahiret dhe që pasuria nuk të përcjell deri në varr. Pasurinë duhet ta kuptosh si dhurat nga Allahu që ta shpenzosh ashtu si ai e kërkon. Nëse mendon se pasurinë do t'ua lësh fëmijëve, ndërsa veç konte Allahu pa furnizimin e duhur, kjo është ignorancë e skajshme. Nëse fëmijën e ke edukuar në frymën e Islamit, atëherë atij mjafton Allahu, ndërsa nëse fëmia është mëkatar, atëherë ke ndihmuar me pasurinë e trashëguar në mëkate, dhe kështu edhe ti dhe ai do të vuani. Ilaçi më i mirë është të obligohesh pa ndërprerje me ndarjen e pasurisë. Përderisa ndarja e saj të bëhet tradit, gjithnjë ta çosh në përmend hadithin e pejgamberit alayhis salam, të cilin e ceka më lart. Bujaria është pemë e cila rritet në xhenet, dhe në xhenet nuk do të hyjnë përveç bujarëve, ndërsa kooperacia është pemë e cila rritet në xhehenem, dhe në xhehenem nuk do të hyjnë përveç kooperatëve.